Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Kosova dhe Serbia. Kam dëftuar në këtë pjesë të dytë zotin Jeton Alimi. Ju përshëndes kënaqësi. Faleminderit, Klanciana Sërtos. Atëherë, zoti Alimi, do ta nisim me deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka komentuar dhe deklaratën e ish-presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit për takimet të fshehta që janë zhvilluar mes kryeministrit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić pra në kohën kur bëshin dhe takime dypalqe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Fillimisht, si shihni raportet tashmë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ish-presidentes Vjosa Osmani dhe sa të vërteta janë dhe këto deklarata të ish-presidentes? Po, nderuar, faleminderit shumë, është e mirë kjo pyetje. Tash po flitet në mediumet e Kosovës dhe çdo andena që ish-kryeministri apo kryeministri në detyrë Albin Kurti pas ka zhvilluar ato bisedime sipas ish-presidentes Zonjës Osmani dhe unë shpresoj që kjo mund të jetë sa e vërtet është mes çështës Zonjës Osmani dhe Albin Kurti dhe nëse ka në esen të tillë dhe nëse ka bërë një shkelje ligjore Albin Kurti, atëherë duhet merren edhe organi zbatues si është edhe Prokuroria Speciale e Kosovës dhe unë mendoj nëse ka zonja Osmani konkrete ndonjë informacion që është shkel integritetit territorial apo ka bërë dëm shtetit, atëherë është mirë edhe nëse është juriste e dim kur ti çoj ato argumente dhe të fillojnë ndonjë tim e jo të bëjë kësi kalkulime politike apo pa marrë parasysh, unë kam thënë e nderuame, duhet të zhvillohet një proces i qetë, një fushat i qetë, me respekt, pa polarizime, pa terma pejorativ, pa ofendime, pa përgjohat, si do që tjetë që do formë tjetër nuk i sjell as që të mirë, as vetë Zonjës Osmani, pas vetë zotit Kurti, unë mendoj që o shkoja fundit të ndalen këto sende dhe nuk duhet ketë kësi polarizime, nëse ka mjaft televizionin Kosovë të Prishtinë dhe dritë ballafaqoha dhe jo përmes fushata, përmes njerëzve pa marrë parasysh të LDK-s apo të LDK-s se prap po hin polarizime të vella dhe po ngjet shteti dhe ja prap problemi për shkak të polarizimeve se njerë kanë qenë binom shumë i mirë dhe tash është prish për interesat e tyre dhe unë mendoj që nuk i bën mirë as fushat as vetë politikës dhe shtetit të Bishtit Kosovës. Zotë Alimi, nga ana tjetër të mos harrojmë se në kohën kur janë zhvilluar pra takimet mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Vjosa Osmani ka qenë pra ka pasur rolin e presidentes. Pse u hap pikërisht tani debati për këto takime sekrete mes Kurtit dhe Vučić pra në të njëjtën kohë kur kemi edhe një krizë politike tashmë në Kosovë? Unë mendoj që Vjosa Osmani ta që ka qenë këtë temë është dashtë me bos sa ishte dhe presidente e Republikës Kosovës, po tash besoj mundohet me këto temat të dëmtojnë reputacionin e zotit Kurti dhe të ndikojnë në vota. Dhe kjo është arsyeja mendoj në pse zonja Osmani ka qenë këtë temë, besoj që mos përsëritet të njëjtat sende siç ka thënë partnerët. Unë mendoj që çdo fushat e pastër dhe profesionale është dobi të dytë nëse ka ndonë menë me votu zonjën Osmani për te atyne polarizimeve, besoj që votuesi prap do të voton, si do qoftë, dhe une nuk e shoh të dobishëm pa marrë parasysh që ka qenë ato bisedime, ato takime sekrete mes Albin Kurti, kryeministrit në detyrë dhe Aleksandar Vučićit të Serbisë, mendoj që duhet të bëhen publike të ftohen me emisione edhe Kurti dhe zonja Osmani dhe të qenë në tavolinë ato bisedime të çështje dhe nëse pasën e konkrete do të veproj çdo kush në atë rrugën e vet, pse jo dhe ligji edhe të del në pa çdo sen e mos bëjnë kësi pa polarizime, kështë horvatje, shtyrje mes këtyne fushatës në ato të bime që i bën edhe zonjë edhe Albin Kurti edhe unë nuk isha dashur që një ish-president Kosovës të ketë polarizime të thella dhe dëshon asë tema po të thirrën në emisione dhe jo prej fushatës të synod një tjetëri.
E Zotërimi, mendon se tashmë është duke u thelluar dhe përplasja mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, ish presidentes Vjosa Osmani dhe nga ana tjetër të gjitha këto deklarata mes të dyja palëve përmes këtyre dy figurave politike, a janë duke dëmtuar unitetin institucional të Kosovës? Patjetër, po zonja Zendeli, kemi thonë merë se çdo polarizim, çdo ofendim dhe çdo gjuhë pejorative e dëmton vetë reputacionin vetë të individi, personalitetit dhe vetë partinë vetë, po edhe pse jo dhe integritetin dhe se pa marrë parasysh të dytë janë shtetës të Kosovës dhe kam përfasuar zonja Osmani dhe zoti Kurti tash dhe unë nuk du të lëshomi apo të bëj advokatin e ndonit që zonjës Osmani që zoti Kurti. Zonja Osmani ka qenë ish presidente e jam e Republikës Kosovës, Albin Kurti ka qenë ish kryeminist, tash kryeminist në detyrë i Republikës Kosovës i shtetit tem dhe nuk duhet të kemë ndonjë arbitër apo të kemë ndonjë veçanti për njërin tjetër, duhet të shosem drejt. Nëse zonja Osmani ka pas informacione të tilla dhe është njoftuar në rrugë ligjore apo çfarë do shformë tjetër, është dashur të thotë në pas sa ka qenë presidente dhe jo tash. Dhe mos përsëritet e njëjta samser dhe çdo sen tjetër kundër këtyre sene prap do tulen në bashkë dhe tulen në bisedime për me dokullaqen për politikse, ja pra me zgjedhje jemi ngop, shteti është ngop, sovrani është lodh, buxheti po dëmtohet për 10 milionerë dhe prap të njëjtën tavolin do të ulen në sofrën suedeze për dhe ashtu dhe për të dokullaqen, qoftë me LDK, qoftë po të kanë dhe kurse se nuk kemi mbledhur mend që sa vjet jemi mbështet dhe 26 vjet mbas lirimit ende kërkojmë presion nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian për themeluar institucionet dhe këtu është ona medaljes. Hali nuk kemi mbledh mend vetëm për interesa puro politike, personale, partijake dhe për njerëzit e vet dhe nuk dën koment dhe unë e shoh të padobishme këto sulme ndaj njëri tjetrit, qoftë të zonës Osmani, qoftë zotë Kurti, besoj zonja Osmani është një profesioniste deni dhe jo rastësisht i ka pasur ato pozita dhe duhet të ketë një fushat të qartë, të pastër dhe pa polarizime, pa gjuhë pejorative, pa kur një farë frige, vetëm e vetë të del sobranin ballë siç po del dhe besoj mund ta kthej sobranin ashtu, po këta kanë edhe një sen të shalë dhe këja. Hapin e pare ka bo profesor Abdixhiku, hapin e dytë, duhet i kthej të pakënaqurit, e kam thënë sa herë në degët e Prishtinës dhe gjithë andej. E den Abdixhiku kush e ka mashtruar, kush e ka rrejt për kryetarëve degëve të kryeqytetit, Gjilanit, gjithë andena dhe ku ka pas sabotazhe vetëm për ta kthyer aty ku ka qenë partia e Rrogovës dhe çdo hap tjetër pa të kthyer të pakënaqur në LDK, rezultatit do të jetë i vëpekët dhe i mangët siç e kishin në zgjedhjet e kaluara dhe unë shpresoj të thirrën mendjes jo vetëm në për opinione, të ftojnë të pakënaqurit, të ulen të konsultohen dhe jo një njeri që ka bërë mjaft për LDK-n dhe në fund e kemi thënë se vetëm përmes partive politike në Kosovë mund të punësosh. Formë tjetër nuk ka apo ndonjë mish dhe larg asaj forma tjetër që s'du të përmendi, se nuk ma lejnë karakteret dhe profesionet dhe nëse nuk i kthen ata të pakënaqur, e përsëris nga profesor Abdixhiku dhe nga kryesia e LDK-s të bën riorganizimin e degëve, të fillum ka kryeqendra, Gjilani, Vitia, gjithë andena, unë shpresoj që prap do të jetë rezultati për. Nëse arrihet edhe ky pozicion, jo me opinione në për intervista, po duhet të thirrë njerëz konkret të pakënaqur dhe të mirën në vesh në atë aspektin popullor se më nuk do të zhgënjen dhe do ta marrin vendin e meritum, mos kontributën mbas CV që ka. Dhe jo një njeri që ka bërë kontribut mjaft, të fillu prej lagjës tonë këto, e një njeri analfabet me pa universitet e me shkollat mesme, me marrë pozicione në komunën e Prishtinës, e më bë asamblejës, normal që ka pak nësi dhe mund të ketë ende dhe të thirrë mendjen mbas meritokracisë, mbas civisë dhe njerëz adekuat të sakton në fusha dhe jo siç i kanë nga kështu shkelesho me improvizime, me klane, se vetëm klane dhe improvizime e ka pru LDK-n këto kohë dhe shpresojë
ti thirrin mendjes dhe ti thirrin njerëzit e paknaqur. Çdo formë alternativ tjetër ka me qenë vota e Bebekut për LDK-n dhe për gjithë antarësinë dhe kryesinë e gjithë të LDK-s. E qartë, rrimi për të rikthyer sërish pra deklaratës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ne e dim tashmë që të gjitha takimet organizohen sigurisht me rregulla diplomatike, pra qoftë edhe takimet që kanë ndodhur në Bruksel, apo qoftë edhe takimet tjera që kanë ndodhur mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. E gjitha kjo deklarat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, por nga ana tjetër dhe akuzat e ish presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit, si mund të ndikojnë në perceptimin ndërkombëtar për Kosovën sa i përket dialogut? Unë besoj që këto tema dhe këto çështje të bisedimit që kanë ngjeshë shkaki i mos zgjidhjes së qeverisë dhe mos institucioneve dhe shkurja në zgjedhje të një pasojshme definitivisht zona Zëndeli e dëmton thelbësisht reputacionin e vetë